Në muajin prill nisën punimet në kantierin që synonte të ndryshojë hyrjen e qytetit të Durrësit. Bëhet fjalë për aksin që nis nga Nyja e Shkozetit deri te stacioni i trenit në qendër të qytetit. Vetë kryeministri Edi Rama dhe kryetaria e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako inspektuan punimet më 21 prill, duke deklaruar se punimet do të sjellin një hyrje të re qytetit nga kjo pjesë. Një aks 1.3 kilometra i gjatë do të rindërtohet tërësisht, duke nisur nga Nyja e Shkozetit deri te stacioni i trenit në qendër, do të ketë gjitha elementet e nevojshëm të infrastrukturës rrugore si shtresa asfaltike, drejtësim, brezi, gjelbër, korsi bicikletash, korsi për lëvizjen e mjeteve, duke i dhënë një pamje krejt tjetër portës hyrëse të Durrësit u shpreh Rama gjatë inspektimeve të punimeve. Por, pas inspektimeve në zonë nuk punohet. Mjetet kanë mbetur aty prej javësh dhe në zonë nuk shihet asnjë punonjës. Ndërprirja e punimeve e ka zhytur lagjen krejtësisht në kaos. Mjetet ngelen në trafik, ndërsa rruga e shtruar me çakull ka krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve. Imazhet e marra gjatë të premtes tregojnë se në zonë nuk punohet, ndërkohë që mungon totalisht informacioni rreth këtij investimi.